Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasit AH, 24 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka përndjekur një 37 vjeçare, si dhe shtetasin DS, 24 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka tentuar të vjedhë një motor. Po këta specialistë referuan materiale në prokurori dhe proceduan penalisht për veprën penale, vetgjyqësia, shtetasin KB, 39 vjeç, banues në Vlorë, pasi në vendin e quajtur Lungomare, në lagjen ujë i ftohtë, duke kryer vetgjyqësi, ka penguar shtetasin EK, 30 vjeç, të ndërtojë në një hapësirë toke, edhe pse ky i fundit është i pajisur me leje ndërtimi. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Livadaj referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin VA, 67 vjeç, banues në fshatin Vrion, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi HN, 64 vjeç, se ky shtetas nëpërmjet mashtrimit i ka marrë një shumë parash dhe nuk ja ka kthyer ende. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.